Më shumë diell, më shumë ndrim, do të thotë kemi ndrim të stinëve, kemi ndryshime të temperaturës, kemi diell më shumë, kemi erna më shumë, kemi lagështi më shumë. Në këtë stinë, do të thotë lëkura e pson, sidomos lëkurat të cilat janë problematike. Në lëkura problematike mund të numërojnë lëkurën e cila është akneiforme, lëkurat të cilat kanë probleme me ekzem, problemet të cilat kanë me smundje kronike të lëkurës, siç është psoriaza apo smundje të ndryshme të cilat zgjasin, do të thotë, me muaj apo me vite. Këto tipe të lëkurës e psojnë më së shumti në stinën e pranverës. Kështu që edhe personat harrova ta cek të cilët zhvillojnë alergji gjatë jetës së tyre, sepse në kohën e pranverës ata vuajnë shumë, sepse kanë teshtima, kanë djegje të syve, kanë lotim, kanë lëkurë më të thatë, kanë ekzem.